Organeve të tjera kompetente? Kjo është pjesa më e rëndësishme. Deri më tani çka po mbefason është mos reagimi i institucioneve të sigurisë, edhe pse jam mëse i bindur që janë duke punuar intensivisht në këtë drejtim, sepse kemi kapacitete shumë profesionale edhe tek inteligjenca e Kosovës, por edhe tek policia e Kosovës. Ata besoj që kanë vëzhguar situatën gjatë gjithë ditës, edhe në ditën e zgjedhjeve, po edhe pas zgjedhjeve, dhe mendoj që nëse vrehen veprime të tilla që kanë dëmtuar procesin zgjedhor, në radhë parë do duaj burgosja atyre personave në mënyrë sa më shpejt të mundshme dhe mandej hapi i dytë të jetë rivotime. Nuk i ban nder askujt të jetë kryetar që qytetari ta shikojë si kryetar që ka ardhur duke vjedhur besimin e qytetarëve. Besoj që është në të mirën të gjithëve që të kemi një proces mirëfilli, transparent dhe demokratik. Të njëjtën kohë pajtohem plotësisht që fjala e fundit është fjala e drejtësisë, jo e partive politike. Kemi një ankesë të Partisë Demokratike të Kosovës në BZAP, mund ta presim vendimin e BZAP-it, mandej është Gjykata Supreme, por mbi këtë aspekt prokuroria, drejtësia dhe inteligjenca do duaj ta kenë edhe ata fjalën e tyre. Profesor, dua të ndalem edhe tek pjesa e pjesëmarrjes së qytetarëve, pra të cilët e kanë shfrytzuar të drejtën e votës, sidomos në pjesën e balotazhit, pra në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale dhe në gjitha komunat të cilat kanë qenë në balotazh ka pasur rënje të përqindjes dhe të qytetarëve që kanë dalë për të votuar. Sigurisht mund të ketë ndikuar edhe pjesa se partia të cilën ata e preferojnë nuk ka qenë fare në garë, por ndryshe ka ndodhur në Mitrovicën e Jugut. Janë 940 votues më tepër se sa në raundin e parë. Pse besoni se mund të ketë ndodhur? Kjo është një element tjetër shtesë i dyshimeve që mund të ketë pas keshpërdorime në një metodë e cila po është e panjohur për ne si qytetarë. Vlerësoj që është befasues rezultati me vota edhe më pak i kandidatët PDK-s se sa në raundin e parë. A dihet që ky si kandidat ka pasur marrëveshje koalicione me disa parti politike. Është e pamundur që këtë ai elektorat 100% të shkon të kandidati i lëvizjes vetëvendosje. Aja që do duaj të hetoj nga inteligjenca jonë është gabimi teknik nuk është gabim teknik. Është një skenar i qëllimshëm. Nëse kish me fitu kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, cili kish me qenë skenari i këtij gabimi teknik? Anulimi i zgjedhjeve. Nëse në këtë rast nuk ka fitu kandidati i PDK-s, atëherë ky gabim teknik nga autoritetet, po themi, të partisë vetëvendosje, që kanë qenë deri më tani pushtet, po pretendojnë që është një gabim krejtësisht i thjeshtë dhe që nuk ka ndikuar në procesin zgjedhor. Por ka qenë një skenar që në asnjë rrethon Mitrovica mos fitohet nga Partia Demokratike e Kosovës, por të fitohet nga lëvizja vetëvendosje. Do në besoj... ka qenë skenar, pra skenar i lëvizjes vetëvendosje, besoni? Vetëm aspekti logjik, kjo mbetet organet e sigurisë ta thonë fjalën e fundit. I kemi 38 komuna. Ka ndodhur vetëm Gjakov me pak flet votime. Profesor, a është herët të thuhet ndoshta se ka qenë skenar i lëvizjes vetëvendosje në vetëm një moment, vetëm një. Unë po flas gjithmonë rrjedha logjike. Dhe po i thras institucionet e sigurisë, duke përfshirë inteligjencën, ta hetoj këtë rast deri në fund. Për arsyet e vetme, pse në 38 komuna nuk ndodhe një gabim i tillë teknik? Pse ndodhe pikërisht në Mitrovicë? Në Mitrovicë ku kishte përplot tensione politike. Kjo kompani e afërt me kanishte me ambasadorin Martin Berishaj, i cili të njëjtën kohë është i akuzuar edhe për afera tjera korruptive në Kosovë në fushën e energjetikës. Por në realitet, institucionet e sigurisë janë ato që do duaj ta dërgojnë këtë çështje deri në fund, për hir të Kosovës, për hir të interesit të qytetarëve të Kosovës. Në realitet, edhe në fund, nëse del krejtësisht që ka qenë gabim teknik, besoj që kish me qenë prap pozitive. Por, ne gjithë e dim që ka humbur besime i opinionet që ky proces ka qenë i rregullt. Dhe
Atëherë, nëse në rast se vetëvendosja sipas jush e paska bërë një skenar të tillë në Mitrovicë të Jugut, pse pikërisht këtë komunë? Pse shembull jo kryeqytetin? Po, unë mendoj që e cekam fillim të diskutimit, Mitrovica përveç interesave lokale të qeverisës lokale, ka interesa nacionale dhe interesa ndërkombëtare. Dhe për të vazhduar me qenë pushtet me çdo kusht, Albin Kurti, Fatën Pece dhe Dejona Mihajle, nëpërmjet pushtetit Mitrovic janë faktor edhe në nivelin nacional, edhe në nivelin ndërkombëtar. Por kjo nuk i ban derë as Kosovës, e as më pak qytetarëve të Mitrovicës, të cilët jetojnë në një gjendje më të rëndë socioekonomike se gjitha komunat e tjera. Pra nuk duhen tensione politike në Mitrovicë. Mitrovicë duhet një vizion për zhvillim ekonomik, një vizion që Mitrovicës ju kthehet nami dhe fama e dikushme. Qyteti i Mitrovicës ka qenë qytet industrial, qytet i njerëzve me vlera të larta edhe intelektuale edhe patriotike. Nuk duhet të jetë teren i forcave politike për interesat e tyre partijake, sepse Mitrovica do të trajtohet me shumë mbi një interes strategjik kombëtar. Mjaft ka vujt Mitrovica me ndarjet etnike, mjaft ka vujt me krime të serbëve, edhe mjaft ka vujt edhe me qeverisjen e keqe të Agim Batirit për 8 vite, por pa i prashtu edhe parti tjera që kanë qeverisë Mitrovicën në kohën e mëhershme. Profesor, në anën tjetër, kur jemi tek komuna e Prishtinës, e pritet një rezultat të tillë, pra që të pri LDK-ja? Në bazë, po themi, bashkëpunimeve me partitë opozitare, është prit një rezultat, edhe pse vëmendja pas Mitrovicës ka qenë në Prishtinë, për arsye që rezultati ka qenë shumë i afërt mes dy subjekteve politike, pra mes LDK-s dhe VV-s. Megjithatë, edhe rezultati nuk kishte ndonjë diferencë shumë të madhe përqindje krahasuar mes kandidatët LDK-s dhe vetëvendosjes. Ka qenë e pritshme që të fiton kandidati i LDK-s.